Sezoni i mbjelljeve të kulturave të lashta ka nisur, ndërkohë në qendrën e transferimit të teknologjive bujqësore Korçë ka filluar dhe shpërndarja e farës së grurit për fermerët e zonës. Këtë vit interesi ka qenë më i lartë, shpreh specialisti për parim Kuqo, ndërsa kërkesat për farë cilësore janë rritur ndjeshëm. Në qendër të vëmendjes janë kryesisht farat e llojit Dajti dhe Progres, të cilat janë provuar për rendimente të larta dhe përshtatje të mirë me kushtet klimatike të fushës së Korçës. Si vjet, për fat të mirë, interesi i fermerëve për të blerë fara tek ne është më i lartë se sa vitin e kaluar. Ne gjithmonë prodhojmë farë të cilësive shumë të mira, kryesisht kemi Dajtin dhe Progresin. Fara tek neve është certifikuar nga enti shtetëror i farave dhe fidaneve, dhe certifikat fitosanitare, certifikat origjine gjithashtu. Fermerët kanë ngelur të kënaqur nga fara që ne ju japim atyre. Këshillojmë domethënë që fara gjithmonë të jetë e certifikuar, e dezinfektuar dhe të mos tentojnë të përdorin doza të larta. Doza më e mirë është 2.5 deri në 2.8 kuintal për si normë. Fermerët po i përgjigjen me interes këtij procesi, duke treguar kujdes në zgjedhjen e materialit mbjellës, pasi fara e mirë përcakton jo vetëm sasinë e grurit që do të merret në fund të sezonit, por dhe cilësinë e tij për treg dhe për punim.